Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas postimit të komisioneres europiane për zgjerim Marta Kos për sulmen ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Berisha tha se gjatë deklaratave të tij nuk e ka fyer ambasadorin. Nuk kam bërë asnjë fyrje ndaj asnjë ambasadori, por kam shprehur mendimet e mia këtu, siç do t'i shpreh haptas në çdo rast. Kam kërkuar nga ky parlament dhe jashtë këtij parlamenti, nga ambasadori Gonzato, të na tregojë cilën direktivë, sepse ai ka mbështetur këtë ligj dhe zonja Marta Kos deklaron se ai ka mbajtur qendrimin e Bashkimit Evropian. Plotësisht dakord. Por përsëri, cila direktive Bashkimit Evropian? Bashkimi Evropian funksionon me direktiva. Cila direktiv e Bashkimit Evropian përdor terminologjinë e përkatësisë së shumëfisht gjinore. Përdor terminologjinë, ta shoh, ta di, sepse ekspertët të shquar që unë më kanë konfirmuar se asnjëra nga direktivat e Bashkimit Evropian nuk kanë këtë terminologji, por janë që të gjitha në binaritet, flasin për burrin dhe gruan. Kjo është e tëra. Çdo lloj interpretimi sui generis është problemi i atij që e bën, por unë përsëri dhe përsëri deklaroj këtu se jam kundër çdo forme diskriminimi dhe pabarazie, por absolutisht jam në mënyrë kategorike kundër përpjekje për të riformatuar antropologjinë njerëzore, binaritetin e gjinisë, Kushtetutën e Shqipërisë, ligjet e kodet e vendit, të cilat sanksionojnë këtë binaritet si themel juridik të rendit kushtetues të Shqipërisë. Daulant Balla e cilësoi si incident të rënd diplomatik dhe bëri me dije se është kërkuar përjashtimi Berishës nga kuvendi për 30 ditë. Ju paralajmërova në mëngjes për një incident të rënd diplomatik, i cili tani për masat, besoj që jeni informuar, Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, komisionerja Marta Kos ka dalë një deklaratë zyrtare, ku i kërkohet, nëse keni vesh e sy, i kërkohet Partisë Demokratike të distancohet nga kjo deklaratë e turpshme. Ju kam njoftuar sot se grupi parlamentar i Partisë Socialiste për këtë deklaratë të turpshme, këtë incident të rënd diplomatik, të sulmit kundër një ambasadori, ne kemi depozituar kërkesën bazuar në kodin e etikës së Kuvendit të Shqipërisë, i cili thotë në nenin 6, gjua jo parlamentare dhe diskriminuese. Deputetit i ndalohet të përdorë një gjuhë të shprehur e cila nxit urrëtitjen në bazë të racës, gjinisë, moshës, origjinës kombëtare, përkatësisë etnike e tjera. Bazuar në nenin 10, ndalimi i ngacmimit seksual. Deputetit i ndalohet çdo sjellje me natyrë seksuale që prek dinjitetin e cili do dhe që konsiderohet i padëshiruar dhe vazhdon vijus. Bazuar në nenin 65, fraksion 1, masa disiplinore për jashtim nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancë plenare, zoti kryetari i Kuvendit ju informoj që jemi drejtuar Komisionit Etikës pikërisht për të kërkuar përjashtimin për 30 ditë të deputetit Sali Berisha. Kjo e njëjtë ka qenë ditë e tensionuar në Kuvend për shkak të projektligjit për barazinë gjinore.